kanë ndonjë gabim në mënyrën se si e kanë zhvilluar iranianizmin në atë zonë? Po, kanë. Gabimin më të madh udhëheqja politike iraniane e ka bërë në raport me muslimanët në përgjithësi e në raport me kombet apo me shtetet arabe në veçanti, ku në kohën në vitin 1979 Ayatollah Khomeini, Ruhullah Khomeini, vije në pushtet dhe në 3 ditët e para e shpall për armik të vetin dhe të Zotit Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Izraelit i thot djalli i vogël, Amerikës i thot djalli i madh, dreqi i madh. Le këto me çfarë logjike. Por përderisa e morim mbi supe Khomeinizmi atë rezistencën islamike dhe barën e një pan-islamizmi në botën islame, krahas me këtë filloi eksportimin e 2 elementeve të rrezikshme edhe për muslimanët edhe për botën e përgjithësi. Për muslimanët shiizmin. Pra, ideologjien politike të shtetit u mundua krahas frymës e rezistente ndaj Izraelit ta promovojnë në vendet arabe, ndërsa në raport me botën në përgjithësi filloi të thirret në një pan-islamizëm që as shenjat e para elementare që do të duhej nuk dukeshin në hapësirë. Khomeini, regjimi, establishmenti politik i Iranit nga viti 1979 e fillon një frymë armiqësore në 2 drejtime, 2 dimensionale. Anti-perëndimore në emën të panislamizmit dhe anti-arabe sunnite në emën të shiizmit. Unë mendoj se ky është ky gabimi i parë dhe substrati, themeli, mbi të cilën pastaj ngriten dhe shfaqen edhe gabime më të vogla që e bin punën deri këtu, ku një vend, një thesar i civilizimit njerëzor, një Persi e dikurshme, një Iran trashëgimtare e Persijes të shkatrohen edhe ato monumente, edhe ato muzeume të cilat as Bashkimi Sovjetik, e as Hitleri, e as Britania nuk i ka shkatruar.